Rikthehemi, jemi gati të përshëndetemi së pari me Krisantin. Krisanti, mirë se erdhe në program. Mirë se ju gjeta. Ja, ku jemi, ndrinë e tëra si gjithmonë. Po, jam dhe nga gripi, kështu që jam tani e dallova zërin. Po pse kështu ti? Më ka zënë gripi, më ka bërë, po më zëher pas ere, më kujton. Që është aty. Po, më kujton. Të shkuara zemër. Të shkuara. Uroj të kesh qenë mirë të paktën dhe të ketë qenë fazë lehtë për ty, jo grip kështu nga këto që na vë na palos për një kohë. Po, jo shumë keq, po mirë. Po kush e di që është në një planet që andej për ju virgjëreshat atëherë, se kush e di si është puna? Jo, është, po, patjetër, është Merkuri në shenjën e peshqve, kështu që kemi një tendencë në përgjithësi të gjithë për këto gjendjet virale, prandaj dhe po e dëgjuat dhe kohët e fundit, kishte një shumë viruse ka pasur. Po, e drejtë. Në gjithë viti. E drejtë, edhe unë kam dëgjuar shumë njerëz pa qef, vetë s'kam qenë shumë të rezi, ja. Nga këto ja. Kuptua do me thënë, që në ka Merkuri. Pastaj e kam thënë, madje e kam thënë dhe më përpara, shumë më përpara, kur në emisionet e vjeçme, që thamë kur do të kemi konjunksionin e Saturnit me Neptunin, do kemi dhe shpërthimin e disa viruseve, do më thënë një cikël ku viruset, dhe po e mbani mend dëgjuat pak më përpara disa simptoma dhe atë mikrobin e meningjitit. Po, meningjitit, po. Po, në Britani. Në Angli, po. Kjo nuk është në Angli, prandaj nuk mos na bëj përshtypje në qoftë se kemi her pas here e gjendje virale ose situata këto sëmundjet që ngjiten më kollaj njëri me tjetrin, ose një rënë të imunitetit të trupit. Duhet gjithnjë dhe duhet jemi të kujdesshëm gjatë muajit të prill, dhe me kalimin e Marsit në shenjën e Dashit, ku do flas më poshtë për atë. Prandaj kujdes shëndetin, një nga gjërat. Mirë. Për veten, po. Cili është me ne sot, aktor, i cili na është bashkuar, i shenjës së Briciapit, cili mirë se erdhe edhe një herë tjetër. Vendi ku ti jeton është Italia, po edhe atje goxha e përhapur është astrologjia me sa kam parë, jo vetëm që ka astrolog me shumë emër, po edhe programet të natyrës tonë e trajtojnë horoskopin, astrologjin. Kështu që mendoj se edhe ti gjithsesi e dëgjon horoskopin edhe sikur të mos jesh shumë i lidhur me të. Unë në fillim nuk është se kam pasur tani astrologja dhe më urrej, nuk kam pasur do me thënë ndonjë pasion të madh, por kam një grup mik edhe mikesha që të cilët më kanë futur duke më krijuar ato hartat me ascendentet, me në çfarë ore kam lindur edhe pse, edhe do me thënë gjitha kombinimet e mundshme që mund të ketë shenja ime, edhe më kanë thënë që Briciapi, tani do na konfirmoj astrologja, është një periudhë shumë e fortë, shumë e fuqishme, do me thënë që ne më në fund, pas shumë vitesh, po lirohemi nga ky pezullim që kemi pas në këtë fushë. Edhe jam shumë interesant të dëgjoj, në fakt. Ke patur ti në fakt në vetvete një lloj pezullimi, pra e ke perceptuar kështu? Nëse mendoj, pezullim jo për bllokim. Një lloj bllokimi. Dhe tani e ndjen që po del nga kjo situatë? Eksakt. Në këto 2 muajt e fundit, ndjej që po bëj shumë ndryshime, do me thënë po marr projekte shumë më të mëdha, projekte të reja, bashkëpunime shumë interesante, dhe kjo gjë do me thënë, duke lidhur edhe faktorin e astrologjisë, mendoj se janë të ndërlidhura. Ja ta shohim pak Krisanti, kështu ka qenë Briciapi në fakt? Po, në radhë të parë astrologja nuk e uren, dhe unë jam dakord me njerëzit, duhet të besoj ku të duan. Pra, nuk është domosdoshmëri që çdo njeri t'i besoj astrologjisë, por nuk jam dakord me mendime se ajo shkot, për shembull, për çdo fushë që të thuash anë negative për një fushë, duhet kesh prova. Pra, mund të mos besosh, por dhe nuk mund të hedhësh balt. Që të hedhësh akuzat të tilla. Jo, ime ishte thjesht ignorancë në fushë. Jo, po, e kuptova, unë e kuptova, prandaj thash nuk ju urej. U flas në përgjithësi. Tani të themi që Briciapët kanë kaluar një periudhë shumë të vështirë, pasi kishin Plutonin, shenjën e tyre, largimi Plutonit nga shenja e tyre, u dha një çlirim dhe një rilindje, dhe vitet shumë të vështira për shenjën e Briciapit,
sidomos për zotrin I cili ka pasur disa zhvillime por para këtyre viteve që do të them unë një ndryshim jete, një ndryshim mënyre jetesës, por unë do të përqendrohem në vitet e fundit, pra nga 2018, 2019 deri në sidomos në 2022-shin, 23-shin aty, për shumë Briciap ka qenë në periudha e mbylljes së kapitullit, e një vdekje në mënyrë metaforike, madje disa përjetuan dhe humbje në mënyrë reale, dhe ka qenë dhe një rilindje për ta. Pra, le të themi, ka dalë, më kujtoni emrin e zotriu? Sili. Cilin. Pra, këtu përpara nesh kemi një Sili të ri fare, të ri në kuptimin të ndryshuar, ndoshta dhe nga ne paraqitjes, ai do na e konfirmoj, por I ndryshuar dhe nga ana në karakterin e tij, pra përjetoj gjëra, situata që e përforcuan dhe pasi ka kaluar gjitha atë periudhë, nuk ka asnjë gjë dhe ja japur me 100 firma sot këtu, që nuk ka asnjë gjë që këtë tutje ta mposht për para atyre vështirësive që ka kaluar dhe jo vetëm atë gjithë Briciapëve. Dhe është një fazë tani që jo se nuk do të ketë disa pengesa. Ose fush me lule s'ka, gjithë do kemi ulje dhe ngritje, por dhe sidomos fusha në të cilën aktivizohet është një fushë me kërkesa të larta dhe me një konkurrencë të egër, të gjitha fushat profesionale, po sidomos ajo fushë. Por vështirësitë që do ketë tani, do t'jenë ato që do ta bëjnë të ngjisë, le të themi, maloren, të ngjisë malin, dhe në përgjithësi është një person shumë I fortë, një person realizues, një person me këmbë në tokë, me ide të shpejta, të reja, me vendime që mund t'i marrë me shpejtësi, por këto ide të reja, këto vendimet është I Zotit t'i konkretizoj. Pra, I përshtatet kjo fusha e artistit dhe madje mund të ka një seriozitet në punë, ka një organizim, mund të marrë role të mëdha, role serioze dhe nuk duhet të mboshtet. Për mendimin tim pastaj nga ana tjetër, do të ketë shanse të nxjerrë veten e vet në fushën e artit nga 2028 e tutje akoma më mirë, dhe nga 2029 dhe 30 dhe për disa vjet, duhet jetë I kujdesshëm në gjëra që kanë të bëjnë me anën praktike të jetës, me sferën emocionale, me sferën financiare, ndërkohë që mund të kap shanset dhe të lunëzoj në fushën artistike. Në rregull. Për 2 vjet nga sot që flasim, afërsisht pak a shumë, si kufi, do të ketë një sukses emocional ose një sukses profesional. Ndërkohë që mund të kombinojnë dhe të dyja, dhe një sukses që do ta shikoj dhe nga ana financiare. Pra atje do të ketë një realizim që do ta ndjej. Ja ta pyesim pak. Në 2028 patjetër jam e bindur. Domethënë duhet presim akoma 2 vite. Jo. Jo, ka nisur që tani faza në fakt. Me sa kuptova. Nuk duhet të pres asnjë ditë, po që Jo, të po bëja atë suksesin e madh që do vi atëre, duhet çdo ditë të vëm një gur të vogël, e vërtet. Më duk sikur po pohonte Sili edhe për të shkuarën që po thoshte te Kristanti dhe për vështirësitë dhe për humbjet që mund të kishe pasur. Po, domethënë Briciapin përgjithësisht. Do më thënë, duke filluar nga 2018, siç po e thoshte edhe astrologja, ka ndodhur shumë gjëra, do më thënë, humbje fizike të personave, humbje emocionale, etj, ndrim jete, ndryshime profesionesh, ndryshime projektesh, shumë të rëndësishme që në momentin që ndodhin, ne ulemi dhe mendojmë që çfarë po ndodh, pse të gjitha në këtë moment. Edhe do më thënë, ka dhe të drejtë për faktin që në vitet e fundit ka ndodhur ky zhbllokim natyral I menjëhershëm
sepse kam pas një bllokim shumë madh për pjesën e karrierës, në kuptimin që isha duke studiuar, sepse po jam dhe në përfundim të një akademie tjetër, domethënë në Milano, sepse unë jetoj në Milano, edhe për aktrim, edhe kjo akademi e dyta, sepse e para pata shumë bllokime, shumë vështirësira edhe në zhvillimin, edhe thjesht me regjisorët, edhe thjesht me aktorët, kolegët e tjerë, nuk është se në të gjitha vendet mund të gjendesh edhe me personat. Tek kursi i dytë që jam duke përfunduar, ka ndodhur mrekullira, ose thjesht jemi kuptuar. Por unë besoj që ka ndodhur edhe kjo pjesa e ose të kanë qelluar shenja të tjera në krahasim me shenjat e njerëzve që të rrethonin herën e parë? Ka ndodhur disa persona, kam takuar disa persona që jemi kuptuar që unë tani do i pyes sa shenja janë, do i pyes me patjetër, sepse nuk i kam pyetur, edhe pastaj do rikthehem prapë tek ju, edhe për ta kuptuar. Për të bërë një analizë të tillë. Prit një herë me kë shkon mirë muhabeti dhe me kë jo, kush ma ka me hile në këtë rast. Nëse do të ishte një ndarje në këtë rast, se mund të ketë edhe përputhje janë njësoj, po ja që ne e përkthejmë ndonjëherë kështu. Briciapi është një shenjë serioze, mendimtare, ambicioze gjithashtu, edhe që ka vullnet, është shpirtëror një briciap? Katerina, ne jemi të kryqëzuar, sepse kur mendojnë një briciap thonë që nuk ka ndjenja, është një person që di vetëm të punoj, punat e ditë shumë i strukturuar edhe nuk shfaqin ndjenja. Na shikojnë ndonjëherë si robot, si persona që vetëm dim të bëjmë gjëra praktike. Por unë e mendoj që si të gjithë personat, por duke folur tani pikërisht për briciapin, jemi persona shumë emocionale dhe gjithmonë ato emocione ne i tregojmë të gjithë botës. Duhet të ketë, domethënë, pak konfidencë, pak intimitet, edhe vetë përmbajtjen e kemi ne, sepse ne kemi japim atë frikën, atë, e thot italiani, atë timoren, që në momentin që na takon sa person serioz, sa person i ftohtë, i distancuar, etj, nuk është e vërtetë. Se në momentin që këtë mendonte edhe shoqëria ime në fillim, shumë miq që tani kam krijuar ndër vite në Itali, edhe më thonë që e komplet e kundërta nga ajo, çfarë lësi përshtypje të parë. Domethënë nga takimi i parë që ne mendojmë që ti je, domethënë. Edhe kjo është më vjen për të qeshur. Pak penalizuese po themi sa i përket shenjës tuaj, se krijon një pengesë ndonjëherë, po që po jam mësuar tani edhe tani di si ta luaj, le të themi. Po e vërtetë është ama që nuk rini dot pa bërë diçka, një punë, edhe vetë po më thoshe pak më herët publicitet që dita e pushimit sikur më ha. Sikur më ha, po sikur atëherë unë po lash në Milano kisha një projekt që po merresha me disa evente, edhe ndodhem në Shqipëri pikërisht tani sepse kam në 2 javë pushim nga një punë tek tjetra, edhe këto 2 javë mua po më duket sikur po e shpërdoroj, edhe ditët e pushimit që kemi domethënë na duken sikur i shpërdorojmë ose sikur nuk siç e thamë edhe më përpara, duam të bëjmë diçka, duam ta konkretizojmë diçka, por nuk është e mirë sepse është edhe frustruese. Është shumë frustruese kjo pjesa që duhet ta shijosh pushimin. Duhet ta shijosh pushimin dhe po mësoj, tani po mësoj, duke qenë se ne jemi maturuar siç tha edhe astrologja, po mësoj të kënaqem edhe duke bërë asgjë. Bukur. Krisanthi, do të bëjmë një shkëputje në këtë moment, sepse më duhet patjetër të shkoj në publicitet dhe kur të kthehemi jemi shumë shkurt me parashikimin për javën. Në rregull? Më dëgjoj Krisanthi? Po. Publicitet pas pak.